كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر وفي الرجاء سفينتي وإذا ظللت فرشدي رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام ala Rasulillah. Falëndërimi të kanë Allahut, mëshira Allah të qoftë me pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe me të gjithë muslimanët. Allah subhanahu wa taala shpërblet hoxhën e lirë dhe të tjerët që keni kontribuar dhe ju që jeni prezant gjithë. Islami është feja ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është ummeti mesatar. Mesatar, komentatorët e Kur'anit kanë thonë, do më thonë e sakt. O kadhalike ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kështu ne ju kemi bë ummet të mesëm, keni më qenë dëshmitar për njerëzit në ditën e Kiametit, kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka më qenë dëshmitar për juve. Dhe dini se për neve ka më qenë dëshmitar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj disa që i thonë veti ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk kanë me mujt as me mrite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hiç, për shkak të devijimeve që i kanë bërë gjatë rrugës. Dhe i thuhet atinve suhqan suhqa, ikni se s'muni me shku afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me u çudit, ka me u habit. Pse këta njerëz nuk i lën me lekt as mu afru të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ankohet i pyet me lekt, pse si leni këta, janë ummeti jem. E i thuhet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ti nuk e din çka kanë bën këta mas teje. Dhe gjënë që kjo fjalë është shumë e vështirë, është shumë e rëndë. Ti nuk e din çka kanë bën këta mas teje. Isa alayhi salatu wassalam, kur i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala në pyetjen që Allahu subhanahu wa taala ja bën, e ente kulte linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah, ati ju ke thonë njerëzve adhuroni mua e nonën time përveç Allahut? Isa alayhi salatu wassalam përgjigjet, ja, si kam thonë une. Por derisa im kon une dëshmoj ma dum të fihim, që im kon me ta. Falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim. Ama kur im shku une, tash se di çka kanë bën me ata. Ti e din çka kanë bën ata. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk është prezent me neve, edhe na e devijojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk është më na thon neve bëni kështu. Mirë po, ka përmend Imam Buhariu dhe të tjerët në komentin e fjalës së Allahu subhanahu wa taala wa alemu ana fikum rasulullah. Dine se me juve është i dërguari i Allahut. Ku është i dërguari i Allahut? Është në Sahihun e Imam Buhariut. Është në Sahihun e Imam Muslimit. Është në të gjitha hadithet e sakta të ardhura tek ne, ashtu siç i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh më mundi me deviju rrugën të u kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me juve? Të u kon libri i Allahut subhanahu wa taala me juve? Të u kon suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me juve? Dhe çështja është dy. Në përgjithësi, por të feja, të davetit, të thirrja në veçanti. Të thirrja, të daveti, mas pari duhet me i nxit besimtarët me marrë dituri. Për shkak se thirrja pa dituri është thirrje e kotë. Thirrje pa dituri bojnë edhe ata tjerë, për cilët Allah subhanahu wa taala e ka thënë dalin në Kur'an.
të humbur, ata bojnë thirrje shumë, ata bojnë davet shumë, ama bojnë pa dituri. Ata tjerë maghdub alehim, me të cilët u idhnua Allahu subhanahu wa taala, dhe ata bojnë thirrje. Ata bojnë me dituri, ama me praktikë që janë kërkon, me ibadet, me adhurim ndaj Allahu subhanahu wa taala, kurse ne e kemi për detyrë me i bashku adhurimin edhe diturinë. Kushdo prej neve që nuk i ka këto dy elemente, nuk është në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dituri dhe adhurim. Dituria pastaj gjithashtu e ka rrezikun e vet. Rreziku i parë i diturisë është që me mrit deri te dituria, se është vështirë, është zor, do të më dhon shumë kohë, shumë mundi, shumë lexim, shumë ulje para njerëzve të ditur, shumë analizë, shumë dëgjim, shumë deri me mujt me mrit diçka. Dhe njerëz do të me i bid njerëzit që me e dhonë që të kontribut. Pastaj kur të mrihet dituria, vjen më një rreziku tjetër, rreziku i fesadit, masi që të bëhet dituria. Allah subhanahu wa taala ka thënë Kur'an: "Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum al-'ilmu." Kur nuk kanë përçar përpara, veç masi që në bot ditur, që të herë vjen dreshnia. Masi të mësojnë argumentet, anës bëhet përçarja. Dhe kur nuk u bë përçarja, pa arrit deri me një nivel të diturisë. Allah subhanahu wa taala ka porosit ndryshe. Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Bënot përkushtum ndaj Allah subhanahu wa taala me çat dituri që e keni, jo me bë fesaz, jo me bë zarar, jo me bë sherr. Se diturinë se kena mësuar me bë sherr, që diturinë e kena mësuar me bë hajër. Diturinë se kena mësuar me i largue njerëzit për adhurimit ndaj Allahut. Diturinë e kena mësuar me i prua njerëzit në adhurim ndaj Allahut. Për çka mësohet dituria? Fa'lam dina annahu la ilaha illallah, se zban me adhuru Allahun pa ditë. Se s'din me adhuru, Allahun do të me adhuru sipas rregullave. Rregullat që ne mëson pa i ditë. Nuk mundesh me fal namazin pa i ditë sa rakatë i ka, pa i ditë çka do të më lexuar, pa i ditë çka e prish namazin, rregulla, agjërimit gjitha. Allah subhanahu wa taala ka përmend për disa vepra dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që është ajo pika për cilën dashta më përmend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fol njerëzve me fal namazin, shumë. I ka fol njerëzve me agjëru Ramazanin, shumë. I ka fol njerëzve me dhon zakatin, i ka fol njerëzve me krye haxhin, i ka fol me krye adhurimet. Ama tana mos me tepru. Se namaz me tepru është keq. Në agjërim, tu agjëru me tepru është keq. Tu dhon sadaka me tepru është keq. Në haxh me tepru është keq. Më thonë që problemi ose angazhimi me i mësue njerëzit më falë, me nëzit më falë, me kallëzue rrezikun e atij që s'falet, me kallëzue vlerën e atij që s'falet, tana kur të bëhet një nivel i madh, me thonë mos u fal shumë se s'bën edhe shumë më falë. Do të më çuan nivelin. Derisa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, erdhën tre njerëz thanë: "Na pejgamber, se na gjunot si kena të falta, se na ndërgje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam." Atëherë njëri thonë: "Du më fal gjatë natën." Tjetëri tha: "Du më agjërue pa prishkur." Tjetëri tha: "Pa martu." O, kur ka një për këto pejgamber sa mu i dhnu shumë. Edhe transmetuesi i hadithit thotë: "U prish në fytyrë." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa ka hyrë, ka thonë: "Çka kom një po falni? Do më fal dikush gjatë natën." "S'bën më fal gjatë natën." "Jo." "Do më agjëru dikush për ndër prej as bën më agjëru." "Po ju keni thonë që bën më agjëru, do të më agjëru." "Po te po, do të më agjëruar çaq sa duhet, do të më fal çaq sa duhet, ama jo me kaluar limitin." Edhe ku t'jep sadaka, Allahu subhanahu wa taala thotë: "As mos më dhon tepër, as mos më shtrëngu fort dorën, po me kon bene dhalike qawama, më kon tamam i balancuar." Edhe në haxh Allahu subhanahu wa taala thotë veç një herë: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." E kanë pyet pejgamberin sa është haxhi për vjet, o veç një herë. Shuj mos fal më shumë më. Madje Allahu subhanahu wa taala kur ka treguar edhe për ata të cilët
luftojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala, shif çfarë se njerëzit nere o shtirën me binë me luftu. Tale kur një nisë me luftu, do të më thonë, do të mos me bë krime. Mos me shku për te asaj që të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Qatilu alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Luftoni ata që ju luftojnë, ama tana mos e teproni, mos do të më shkuë apet në vi. Falnu ama në vi, agjëroni ama në vi, bëni dituri ama në vi. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم العلم. Ata që në përsha fesadi ymeti të krishterët e jahudit që në ndan 71, 72 e ymeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ka mundan 73, ai nuk ndahet pi budallëve. Krejt që ta grupet e devijume i kanë dietarët e vet. Murxhiat i kanë dietarët e vet. Mu'tazilit i kanë dietarët e vet. Shijat i kanë dietarët e vet. Krejt i kanë dietarët e vet. Kush e ka deviju prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ata është e padiskutueshme që nuk janë dietar tamam. Ama dituri kanë. E kanë mësuar diturin edhe kanë dalë për te asaj që ka qëndasht. Dituria të cilën e mëson duhet më nalon neve mrena fjalës së Allahut, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Diturin që e mësoni duhet më mësue, më kon përkushtuar ndaj Allahut subhanahu wa taala, jo më kon përkushtuar me bë fesad, jo më kon përkushtuar me largue njerëzit pe adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe në hadithin këtë hadith që do më përmend për fund, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna Allah la yanzil ilman intiza'an. Allah subhanahu wa taala nuk e merr diturinë veç me marr prej njerëzve, prej gjuksave të njerëzve, prej kokave të njerëzve, dietarëve, walakin yanzil ilma bi qabd al ulama, por e merr diturinë të vdek dietarët. Vdes një, mbyt një, shtin atje në burg një, edhe ku janë dietarë që kërkon hiç. Kur janë ata, tana quhen do që veç do tesha i veshin, sigur ta tynve, edhe hypin atë vene, edhe shkojnë njerëzit të pyesin se njerëzit çashtu janë. Njerëzit nuk pretojnë me këshill cili është i duhur për me pyet. Ata kanë shkuar kanë pyet, ai ka vrarë 99 vet, ka shkuar ka pyet. Fa dhahaba ila rahib, ka shkuar ka pyet një njeri që bën ibadet. Se nuk din, një pjesë e madhe e njerëzve nuk din, kanë duhet me pyet, shkojnë e pyesin çato që është i ulur aty, edhe ai fol pastaj me padituri, e hub veten edhe i hub ata të cilët ju ka dhënë përgjigje. Për atë është detyrë për neve me mësu fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithmonë me niyetin e sinqert edhe frikën që këtë dituri që e mësojmë mos më bë sebeb për me bë fesad, po më bë sebeb për me bë hajër, që kanë bë gjeneratat, njerëzit që kanë ecë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ata që kanë ardhur mas tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.